Ajo çfarë është shumë e rëndësishme të kuptojmë është që edhe opinioni publik të cilët ne kemi nderin që të flasim, është që temperaturat janë në ndryshim nga vitet e tjera, pra kanë një rritje të madhe të konsiderueshme. Pra sot në momentin që flasim kemi gati një javë që temperaturat kapin 40 gradën. Pra, është një temperaturë që nuk është shumë e përshtatshme, pra nuk është si gjithë vitet e tjera. Pra, kjo do të thotë që temperaturat kanë bërë që ne të hymë në sezonin e verës ose në sezonin e zjarreve siç ne i quajmë. Pra, tregon që edhe rreziku në këtë kohë është më i shtuar. Ndërkohë, ne në pamje kemi edhe zjarre që janë në zonën e Ksamilit. Ne mund t'i komentojmë së bashku, nuk ka nevojë, sepse ju i keni parë, besoj, për efekt edhe të kamerës. Ajo, mram, është neve duke nisur që nga në këtë kohë, në mëngjes ditë pra 24 orë, që kemi gati 20 vatra zjarri, të cilët 24 vatra zjarri. 20 vatra zjarri, që nga mëngjesi ditës së kaluar, deri në këtë orar që ne flasim, kemi 20 vatra zjarri. Që këto vatra zjarri realisht kanë qenë në disa vende ka qenë të konsiderueshme, të cilët kanë marrë për masa dhe ka qenë një në komunën në njësinë administrative në Sinë në Beratit. Kemi pas para se të filloj, po flasim para se të filloj kjo e Quks.